Doni të zhdukni rrudhat brenda natës, kjo është maska që bën mrekulli. Ju tashmë i dini përfitimet shëndetësore të vezës dhe mjaltit, mirë për këta dy përbërës organik janë gjerësisht të përdorshëm edhe në kozmetik. Sot do të paraqesim një maskë për rigjenerimin e lëkurës së fytyrës me këta dy përbërës. Përzieni një lugë të madhe mjalt me 1 ose 2 të kuqe të vezës. Nëse dëshironi që maska të jetë paksa më e lëngët, ju mund të shtoni vetëm pak vaj ulliri. Përzieni mirë të gjithë përbërësit dhe maska juaj është gati. Vendoseni atë në fytyrë dhe lëreni të qëndrojë derisa të thahet. Më pas pastroni fytyrën me ujë të vakët dhe vendosni kremin tuaj të zakonshëm. Shumë shpejt ju do të vini re se kjo maskë natyrale ka rigjeneruar lëkurën tuaj dhe i ka dhënë asaj elasticitetin dhe shkëlqimin e duhur.